Me mbrëma të gjithve, mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve këtu në ABC News, unë jam Juli Krisafi. As një javë nga vrasja e gjyqtarit Kalaja, vazhdojnë të shënohen incidentet të reja në gjykata në Tiranë, pikërisht në gjykatën e apelit, një person u shoqërua nga policia pasi përdori fjalë kërcënuese ndaj rojes që nuk e lejoi të hynte në një seancë me dyert të mbyllura. Në Vlorë, një avokat dënoi rojen e sigurisë së gjykatës pas debatit për kontrollin me detektor për sende metalike. Redi Lanaj, i njohur në Tiranë si avokati Monika Kryemadhit, u shoqërua në polici pas përplasjes së dhunshme. Disa ditë nga vrasja e gjyqtarit Astrid Kalaja në sallën e gjyqit, dy incidente kanë ndodhur në gjykata me sulme ndaj rojeve të sigurisë në këto institucione të drejtësisë. Të premten një avokat dhunoi një punonjës sigurie në gjykatën e shkallës së parë Vlorë. ABC News ka mësuar se avokati Redi Lanaj ka kërkuar të hyjë në ambientet e gjykatës, por aty është ndaluar nga roja e sigurisë për kontroll. Debati ka nisur për sa i përket kontrollit në pajisjen e detektorëve për metale. Pas toneve të larta, avokati Redi Lanaj ka sulmuar fizikisht dhe ka dhunuar rojen e sigurisë. Brenda ambienteve të gjykatës së Vlorës vërehen njollat e gjakut si dëshmi e përplasjes së dhunshme brenda këtij institucioni. Menjëherë pas incidentit, avokati Redi Lanaj është arrestuar për veprën penale goditje për shkak të detyrës. Redi Lanaj njihet edhe si avokati mbrojtës i Monika Kryemadhit, i cili e ka përfaqësuar në disa seanca në gjykatën e posaçme. Por edhe në gjykatën e apelit në Tiranë, që u bë skenkrimi, nuk ka qetësi. Vetëm 5 ditë pasi në ambientet e brendshme të gjykatës së apelit u vra gjyqtari Astrid Kalaja, një tjetër incident është shënuar në këtë gjykatë, ku një person ka kërcënuar rojen e sigurisë. Policia ka shoqëruar në komisariat Gentian Malin, i cili kërcënoi punonjësin e sigurisë, duke u drejtuar me fjalët: "Jeni për të vrarë të gjithë." Personi i shoqëruar sipas të dhënave nga gjykata kërkonte të hynte brenda ambienteve për një seancë penale, ku do të caktohej masë e sigurisë ndaj kunatit të tij, i arrestuar për qëllime ekstradimi. Por ai nuk është lejuar pasi seanca zhvillohej me dyert të mbyllura dhe kaq ka mjaftuar që Mali të kërcënonte rojen e sigurisë. Gjykata e Shkodrës la në qeli Gjovalin Shkambin, xhaxhan tjetër të autorit të vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja. Shkambi kishte kërcënuar sërish një ditë pas ngjarjes së rëndë, se kështu do ta pësonin edhe ata që do të burgosnin nipin e tij. Para seancës, familjarët kërkuan ndjes publike dhe thanë se kërcënimet ishin bërë në një gjendje të rënduar psikologjike. Njëri si të dënojnë një ato do të përballet me të njëjtën gjë. Një gjyqtar si të dënojnë do të përballen me pluma. Deklarata kërcënuese që Gjovalin Shkambi adresoi për gjyqtarët të cilët do i dënonin nipin i kushtoi lirin. Gjykata e shkallës së parë në Shkodër vendosi masën e sigurisë në burg pa afat për 49 vjeçarin. Shkambi kishte deklaruar se do vriten edhe gjyqtar të tjerë nëse nipi i tij Elvis Shkambi dënohet për vrasjen e gjyqtarit të apelit Astrid Kalaja. Kush dënojnë një djalë të njëjtën gjë ka? Në qoftë edhe Donald Trump, në qoftë edhe Papa. S'ka lojë me nema. Në këtë çështje është i përfshirë edhe Gjon Shkambi, xhaxha i Elvisit, i dyshuar si bashkëpunëtor në krim. Prokuroria e Shkodrës e konsideroi kërcënimin e Gjovalin Shkambit si rrezik të drejtë për drejtë për sistemin e drejtësisë dhe sigurinë publike, duke kërkuar masën më të rëndë të sigurisë. Gjykata miratoi kërkesën dhe e la Shkambi në burg, duke shmangur çdo rrezik më tejshëm ndaj funksionarëve të drejtësisë. Këtë të premte, familja e Gjovalin Shkambit, xhaxhait të autorit të vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja, kërkoi një falje publike për kërcënimet që 49 vjeçari adresoi në drejtim të gjyqtarëve. Në një letër drejtuar mediave, familja Shkambit deklaronte se ai ka qenë në gjendje të rënduar emocionale dhe psikologjike. Frika e përsëritjes incidenteve të dhunshme kundër njerëzve të drejtësisë ka mobilizuar institucionet shtetërore dhe ato të sigurisë. Kreu i shtetit ka nisur konsultimet me drejtues të institucioneve të drejtësisë për ndryshimet ligjore dhe forcimin e sigurisë në gjykata. Sot presidenti Bajram Begaj priti në presidencë kreun e SPAK-ut Altin Dumani, ndërsa kreu i Gardës Republikës, e cila ruan organet e reja të drejtësisë, ishte në gjykatën e posaçme ku inspektoi mjediset e saj dhe të prokurorisë së posaçme. Vrasja në sallën e gjyqit e gjyqtarit Astrid Kalaja të hënën ka alarmuar institucionet rreth sigurisë së gjykatave në vend. Gjykatat kanë kërkuar rritje të sigurisë së institucioneve. Mbi këtë edhe presidenti Bajram Begaj këto ditë ka zhvilluar një sër takimesh konsultuese me krerët e disa institucioneve për të evidentuar problematikat dhe masat që mund të merren. Të premte në zyri vajti kreu i SPAK Altin Dumani për të folur me presidentin rreth nevojave të institucionit dhe masat shtesë që mund të merren
për të forcuar sigurinë. Këto ditë Begaj është konsultuar edhe me kreun e Këshillit të Lartë Gjyqësor Ilir Rusi, me Mirela Bogdanin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, kryeinspektorin e drejtësisë Artur Metani dhe prokurorin e përgjithshëm Olsi Çela. Në kuadër të masave këtë të premte, herët para ditën e ambientet e gjykatës së posaçme, zbarkoi dhe kreu i Gardës së Republikës, Simon Zereci. Kreu i GKK-s Erion Bani ishte ai që e priti, ndërsa më pas u bën inspektime në ambientet e gjykatës dhe prokurorisë së posaçme. SPAK dhe GKK-ja konsiderojnë institucione të rëndësisë së veçantë dhe prej 2 vitesh ruhen nga Garda e Republikës. Në një vendim të fundit, Këshilli i Ministrave vendosi zgjatjen e ruajtjes fizike të kreut të SPAK me 3 vite pas përfundimit të mandatit dhe me 2 vite për kreun e GKK-s dhe Byros Kombëtare të Hetimit. KQZ ka ndërprerë përgatitjet për zgjedhjet për kryetar bashkie në Tiranë, ndërsa vazhdon punën për 5 bashkitë e tjera ku do të mbahen zgjedhjet për kryetar në këtë datë. Kryekomisioneri Celibashi tha se KQZ zbaton vendimin e gjykatës kushtetuese që pezulloi dekretin e presidentit për zgjedhjet në Tiranë. Puna për kryeqytetin do të rinis pasi të vendos kushtetuesja në 31 tetor, por komisioneri shtetëror i zgjedhjeve nuk jep garanci se ato mund të mbahen në datën 9 nëntor. Zgjedhje për Tiranën në 9 nëntor, kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk thot as po as jo. Vendimi i gjykatës kushtetuese mban pezull, por në rast se zhbllokon më 31 tetor, Celibashi nga ana organizative e merr përsipër. Në kodin zgjedhor është përcaktuar qartë që zgjedhjet nuk mund të zhvillohen më parë se 30 ditë nga momenti kur është njoftuar vakanca, dhe pse ky është një rregullim ligjor dhe nuk është një rregullim kushtetues, asesi kjo nuk do të thotë që në mungesë të këtyre 30 ditëve kjo e bën të pamundur zhvillimin e procesit zgjedhor edhe në Bashkinë e Tiranës në datën 9. Të themi të gjitha këto mund t'i mbarojmë për 2 ditë apo 3 ditë apo qoftë edhe për 24 orë. Fushata zgjedhore mund të jetë 5 ditë, 6 ditë, 7 ditë, është kompetencë e KQZ-s për ta vendosur. Celibashi nuk i friksohet anës juridike, por anës politike. Problemi janë vonesat dhe ankesat, dhe ai e di se i pari për këto është vetë doktori. Janë disa të drejta që secili prej këtyre subjekteve të cilat unë listova i kanë të garantuara nga kushtetuta dhe nga kodi zgjedhor. Kemi rastin e kandidatëve të pavarur për ta kuptuar më qartë çfarë janë duke thënë. Kandidatët e pavarur do duhet të regjistrohen nëpërmjet një procesi i cili jo vetëm kërkon kohë, kërkon ditë, po përmban disa të drejta të cilat ti nuk mund t'ja mohosh atyre. Zhvillimi i procesit zgjedhor në datën 9 për Bashkinë e Tiranës është thuajse i pamundur. Gjykata kushtetuese pezulloi dekretin, por kryekomisioneri shpreson që t'i jap një dorë edhe për 9 nëntorin. Do t'i rregullojnë ata pasojat gjykata kushtetuese këtë kësaj çështje, do të shprehë edhe për këtë, përsëri është kompetencë e tyre dhe askush nuk mund të thotë që do ta kishin marrë vendimin kështu se po ta kishin marrë kështu, unë do bëja këtë, do bëja atë. Secili pasaj do ta kuptojë, do ta lexojë dhe do ta kuptojë atë vendim si e mendon ai. Doktori nga ana tjetër e bëri të vetën, i doli garant deri tek gjykata kushtetuese. I garantoj qytetarët e Tiranës se duke respektuar plotësisht vendimin e gjykatës kushtetuese dhe duke dënuar me forcën më të madhe edhe një herë aktin e shëmtuar të papërgjegjshëm të presidentit Kukull, të Edi Rams, asgjë nuk do mund të nxirret jashtë kuadrit kushtetues. Sepse doktori këtë të premte nuk u duk shumë i mërzitur me Celibashin. Ndryshe nga Rama, Florian Binaj e refuzoi në fushat, ndaj dhe doktori në vend të inkollare portokalli, doli me inkollare ngjyrë limoni, pasi piu një glënj ujë, u përgjigj. E përshëndes plotësisht këtë deklaratë. Në qoftë se është i pavarur, nuk ka pse të bëj asnjë fushat me kryetarët e partive.
Gjykata e posaçme e apelit ka liruar nga qelia ish drejtorin e Bashkisë së Tiranës Redi Molla, duke i ndryshuar atij masën e sigurisë nga arrest me burg në arrest në shtëpi. Avokatët e Redi Mollës kishin kërkuar zbutjen e masës së sigurisë për shkak të problemeve në zemër, kërkesë që është miratuar nga tokat e zeza. Redi Molla dhe ish drejtorët e tjerë të Bashkisë së Tiranës u arrestuan në mars të vitit 2024 me urdhër të SPAK-ut në kuadër të hetimeve për dosjen 5D, pasi dyshohet se kanë krijuar një skem korrupsioni dhe pastrimi parash. Në masat repta sigurie, por në dukje pas një problem, kombëtarja e Shqipërisë mbriti në Leskovac të Serbisë, ku të shtunën do të luajë sfidën vendimtare në kualifikueset e botrorit 2026. Skuadra Kuqezi zhvilloi edhe seancën e fundit stërvitore në stadiumin e Leskovacit, për të cilën trajneri Silvinjo tha se skuadra ishte në formë, sidomos sulmuesit, dhe se të shtunën do të tentojë fitore në Leskovac. Trajneri brazilian u përgjigj me buzëqeshje dhe heshtje deklaratës së trajnerit serb se nuk priste surpriza nga Shqipëria. Anche noi sappiamo di loro. Tre centrali. Sa I përket ndeshjes edhe ne dim si luajnë ata, por nuk do të them shumë. Ata që tani din shumë. Ishte kjo përgjigja me pak humor, ironi dhe pa polemika e trajnerit Silvinjo pas ngacmimit që kolegu I tij serb Stojkovic kishte bërë pak orë më parë, duke thënë se nuk priste surpriza nga Shqipëria. Me surpriza apo jo, kombëtarja e Kuqezi ka ide të qarta se çfarë do të kërkojë në Leskovac, siç nënvizon dhe vetë tekniku I saj në konferencën për mediat. Calcio è imprevedibile. Futbolli është I paparashikuar, pastaj nuk mund të vendosësh bazë dhe të thuash do të fitoj. Unë kam qenë futbollist, trajner, kam luajtur në botror, kam qenë me Shqipërinë europian. Asnjëherë nuk kam parë që një ndeshje të fitohet pa u luajtur. Tani kemi më shumë eksperiencë, ndërsa në Tiranë pam që kualiteti ishte I njëjtë. Në futboll nuk ka përqindje, mund të them se do të zbresim në fushë për të marrë maksimumin. Silvinjo është I bindur edhe për diçka tjetër. Sfida kundër Serbisë nuk është si gjithë të tjerat. Të gjitha ndeshjet janë të rëndësishme, sot po. Është ndeshja më e rëndësishme ashtu siç ishte ajo përpara me Letoninë. Ashtu do të jetë edhe ajo me Andorën. Nuk është ndoshta më e rëndësishmja me Shqipërinë, por më emblematike. Kjo ndjehet në ajër dhe është bukur të luash këtë ndeshje. Jemi të mësuar me presionin, prandaj jemi këtu. Ky është një motivim më shumë pasi kemi ardhur këtu në gjendje për të kualifikuar. Kush fiton hedh një hap të rëndësishëm. Si ne si Serbia, edhe ata e din këtë, prandaj është një ndeshje e rëndësishme dhe e bukur për të luajtur. Duke u përgjigjur interesimit të mediave serbe që kërkonin mendimin e tij për skuadrën e tyre, Silvinjo nuk I harroi elozhet për Kuqezint. Serbia ka një skuadër shumë të mirë dhe fizike në mbrojtje, në sulm kanë shumë kualitet. Mund të thojë emrat e disa lojtarëve, por ka një skuadër të fortë, por edhe ne jemi një skuadër e fortë me lojtarë shumë të fortë. Mund të them shumë emra, Hoxha, Manaj, Broja, Asani, Daku, Laçi e të tjerë. Kam shumë besim tek lojtarët që kam. Kombëtarja e Shqipërisë zhvilloi dhe seancën e fundit stërvitore në stadiumin e ndeshjes në Leskovac, një seancë njohëse me fushën për skuadrën Kuqezi pasi Silvinjo nuk ka dashur të zbulojë asgjë nga strategjia e tij përpara sfidës. I rëndësishëm është fakti që asnjë prej lojtarëve nuk ka probleme fizike, ndërsa I gjithë grupi është I gatshëm për ndeshjen kundër Serbisë. Ndërkohë, trajneri I Serbisë nuk I ka ndryshuar idet dhe pritshmëritë e tij edhe në konferencën zyrtare për mediat përpara sfidës kundër Shqipërisë, ashtu si në ditën e parë të grumbullimit, Dragan Stojkovic ka thënë se skuadra Kuqezi është shumë e fortë dhe se pret një ndeshje të vështirë. Edhe një herë tekniku I ka bërë thirrje tifozëve që vetëm të mbështesin ekipin drejt fitores. Ditët e grumbullimit dhe përgatitjeve për ndeshjen kundër Serbisë nuk kanë qenë qeta për Dragan Stojkovic. Trajneri të kombëtares serbe I është dashur të bëjë llogarit me mungesat, por edhe presionin ekstra futbollistik. Por gjitha këto duket se nuk e ka ndryshuar mendimin e teknikut që në konferencën zyrtare përpara ndeshjes ka të njëjtat pritshmërisë si në ditën e parë të grumbullimit, sa I përket atmosferës, por edhe objektivit. Në Leskovac të justifikojnë mbështetjen e tifozëve. E rëndësishme që edhe tifozët të mbështesin skuadrën drejt fitores. Jo vetëm publiku e pret, por edhe unë dua pikët maksimale nga ndeshjet me Shqipërinë dhe Andorën. Do të bëjmë çmos që të bëjmë Shqipërinë të vuaj dhe të shkojmë në finalen e botrorit 2026. Na pret një ndeshje e vështirë përballë një kundërshtari të fortë. E dim rëndësinë e kësaj sfide. Lojtarët janë të qetë, të përqendruar për të dhënë maksimumin dhe për të bërë vendin të lumtur me një fitore.
Përveç se ka stërvitur skuadrën e tij, Stojkovic duket se ka studiuar mirë edhe kombëtaren e Shqipërisë. Ata nuk mund të na surprizojnë për sa i përket formacionit, i dim. 2 ndryshime që do të kenë, por nuk besoj se do të ndryshojnë diçka në këtë aspekt. Do të ketë rotacion për shkak të lëndimeve, por nuk do të ndryshojnë asgjë në sistem. Do të luajnë me 4 në vijën e mbrojtjes, kjo është e sigurt. Futbolli është një lojë dhe nuk mund ta hamendësosh se çfarë mund të ndodhë. Zoti na ruajt nga një karton i kuq. Pastaj gjithçka shembet. Do të bëjmë gjithçka për ta paraqitur Serbinë si duhet. Në sfidën e së shtunës në Leskovac, Stojkovic nuk mund mbështetet e shumë lojtarë të rëndësishëm. Milenkovic dhe Lukic janë të pezulluar me karton, ndërsa Nedeljkovic, Kataj dhe portieri Vanja Milinkovic-Savic janë të dëmtuar. I detyruar nga këto mungesa, tekniku serb ka ftuar në kombëtare lojtarë të rinj, përfshirë edhe 3 debutues. Ju ftoj të ndiqni radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësoheni me zhvillimet e fundit në 105 FM. Konstituimi i Kuvendit të Kosovës pas zgjedhjes edhe të nënkryetarit nga pakicat serbe shënon fillimin e afatit që Albin Kurti të formojë qeverinë e re. I mandatuari si kryeministër nga zgjedhjet e mbajtura 8 muaj më parë ka 15 ditë kohë për të paraqitur kabinetin e tij. Partia e Kurtit ka vetëm 48 mandate në kuvend, duke pasur nevojë për partitë e tjera për formimin e qeverisë. Me zgjedhjen e nënkryetarit nga pakica serbe, deputetit Nenad Rashić i hapet rrugë veprimeve për formimin e qeverisë së re të Kosovës pas votimeve të 9 shkurtit. Tani është radha Albin Kurtit, i cili siguroi vetëm 48 vende në kuvendin e legjislaturës së 9, të tregojë nëse ka apo jo mbështetjen për të siguruar 61 votat që i duhen për një shumicë parlamentare. Ishte kryetari i kuvendit Dimal Basha që shpalli kuvendin e Kosovës të konstituuar pasi Nenad Rashić u zgjodh nënkryetari nga pakica serbe. Për Rashić pati 71 vota pro, bashkimi votave mes lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Deputetja e kësaj partie, Hikmet Bajrami, e arsyetoi këtë qëndrim me gjykimin e fundit gjykatës kushtetuese. Sipas saj, organi më i lartë i drejtësisë në vend është shprehur se nënkryetari i pakicës serbe nuk duhet të vijë rrjedhimisht nga lista serbe. Kjo e fundit insistoi se të drejtën për të zgjedhur nënkryetar nga radhët e komunitetit serb e kanë vetëm deputetët e partisë së saj, pasi ata përfaqësojnë vullnetin e shumicës komunitetit serb. E pyetur nëse do të ketë në një koalicion për formim të qeverisë, Bajrami shprehu skepticizëm pasi tha se nuk ka shumë kohë për një marrëveshje të tillë. Pas mbylljes së seancës konstituive që ka nisur që me 15 prill, është radha e presidentes vendit Vjosa Osmani për t'i dhënë mandatin të nominuarit për kryeministër nga partia që fitoi shumicën në 9 shkurt dhe më pas Albin Kurti ka kohë 15 ditë për të paraqitur përbërjen e një qeverisë së re, e cila gjithsesi duhet votohet në kuvend. Qeveria konsiderohet e zgjedhur nëse merr votat e shumicës së të gjithë deputetëve. Mirëmbrëma, mirë se vini në ora e fundit. Ku vajti Floriri? E vodhi Ilir Meta me Sali Berishë. Non grata e Sali Berishës të flenë të qetë dhe miqtë e Shqipërisë nuk i hiqet. I ka marrë jetën një brezit të tërë. 30 vjetë janë një brez. Ky dëshmë i madh, ky vetëm dëshmëri s'ka. Ky antikomunist i madh, ky vetëm demokraci brenda shpiritistat. Faleminderit që na ndoqët bashkë natën e mirë. Shqipëria po përballet me një sër problemesh në tregun e punës për shkak të ndryshimeve demografike. Presidenti Bajram Begaj thotë se trajtimi i kësaj çështje është shumë i rëndësishëm për sigurinë e vendit. Guvernatori Sejko propozoi më shumë mbështetje për të rinjt dhe për talentet. Presidenti Bajram Begaj ka ngritur shqetësimin për krizën demografike dhe uljen e popullsisë që ka prekur Shqipërinë por edhe rajonin. Duke folur para akademikëve të Kosovës dhe Shqipërisë, kreu i shtetit theksoi se ndryshimet demografike kërkojnë zbatimin e një strategjie të mirëfillt. Zhvillimet negative demografike nënkuptojnë sfida serioze, jo vetëm për ekonominë, por edhe më gjerë, për sigurinë tonë kombëtare. Ato sjellin uljen e bazës ekonomike dhe tatimore të shtetit, uljen e aftësisë prodhuese të fuqisë punëtore dhe mbigarkojnë sistemet e pensioneve dhe ato të shëndetësisë. Sfidat me të cilat përballemi janë shumë të ndërlikuara dhe të pamundura për të përballuar vetëm. Sot më shumë se kurrë, bashkëpunimi midis politikbërësve, ekspertëve, institucioneve shkencore dhe sektorit privat është
mjaft thelbësor. Ne kemi nevojë për ide të guximshme, për politika të bazuara në dije, në kërkim shkencor që udhëheq vendimarrjen dhe për një përgjegjësi që shkon përtej të sotshmes. Ndërkohë, guvernatori Gen Seiko tha se demografia përfaqëson një forcë të fuqishme ekonomike dhe kërkon bashkëpunim të gjithë aktorëve për gjetjen e një zgjidhjeje. Ndryshimet demografike nuk duhet perceptohen si fat i paracaktuar, por si sfida të kalimit cilave kërkon objektivat qartë, politikbërjet mbështetur në shifra dhe bashkëpunim ndërinstitucional e ndërkufitar. Hartimi politikave të përshtatshme që mbajnë talentet brenda vendit, bëjnë më tërheqës tregun vendas të punës dhe nxisin kthimin e emigrantëve që mund të kontribuojnë në mirëqenien tonë të përbashkët. Ministrja për ekonominë, Delina Ibrahimaj, argumentoi se rënja e popullsisë është një fenomen me të cilin po përballen shumë vende të Europës. Me procesin tonë, me rrugtimin tonë drejt integrimit evropian, është një dukuri e cila është e pashmangshme pasi në bazat e themelit të bashkëpunimit ekonomik të Bashkimit Evropian dhe të vendeve anëtare të tij është pikërisht lëvizja e lirë e punës. Sigurisht ndikojnë drejt për drejt në tregun e punës, në ofertën e fuqisë punëtore, në produktivitetin e ekonomisë dhe në qëndrueshmërinë edhe të skemës sonë të mbrojtjes sociale. Parisi nderon gigantin e letrave shqipe me famë ndërkombëtare Ismail Kadare. Një plak me emrin e tij është vendosur në një bulevard të rëndësishëm të kryeqytetit francez, pikërisht aty ku jetoi për shumë vite Kadare dhe familja e tij. Bulevardi Saint Michel, ku kolosi i letrave shqipe Ismail Kadare jetoi dhe shkroi disa prej veprave të tij në Paris, do të mbajë një plak përkujtimore me emrin e tij. Këshilli Bashkiak i kryeqytetit të Francës miratoi një zëri vendimin historik për të nderuar shkrimtarin shqiptar. Ambasada e Shqipërisë në Francë, e cila ndau lajme në rrjetet sociale, e cilësoi këtë si një akt nderimi, jo vetëm për Kadaren, por për mbar kulturën shqiptare. Këshilli Bashkiak i Parisit i bëri një homazh të gjallë dhe emocionues kolosit të letrave shqipe Ismail Kadare dhe nëpërmjet tij njëkohësisht edhe Shqipërisë dhe kulturës shqiptare, teksa votoi sonte në mbrëmje me unanimitet për vendosjen e pllakës me emrin dhe në nderim të Ismail Kadares në adresën Bulevardi Saint Michel në Paris, vendi ku ai dhe familja e tij jetuan për shumë vite dhe ku autori shkroi disa nga faqet më të bukura të letërsisë së tij. Faleminderit Parisit, faleminderit Francës. Ismail Kadare u nda nga jeta më një korrik të vitit 2024, në moshën 88 vjeçare. Kadare konsiderohet si një nga autorët më të mëdhenj të letërsisë bashkëkohore evropiane dhe figura më e shquar e letërsisë shqiptare të shekullit të 20. Ndër veprat e tij më të njohura përfshihen Generali i ushtrisë së vdekur, Kronik në gur, Prilli i thyer, Pallati i ëndrave, Koncert në fund të dimrit. Krijimtaria e Kadares është përkthyer në 10 gjuhë dhe është vlerësuar me shumë çmime ndërkombëtare. Në portin e Durrësit ka mbritur për herë të parë kroqera luksoze Seven Seas Grandeur dhe me qindra turistë nga gjithë bota në të. Me këtë ndalesë mbyllet edhe sezoni i kroqerave për vitin 2025 në qytetin bregdetar. Në orët e para të mëngjesit këtë të premte në kalatën 5 të portit të Durrësit u ankorua për herë të parë kroqera luksoze Seven Seas Grandeur. Ndalesa e saj shënon mbylljen e sezonit kroqerave për vitin kalendarik 2025, duke përmbyllur një vit të suksesshëm për turizmin detar në vend. Ania turistike mban në bord 728 vizitorë nga vende të ndryshme të botës, kryesisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe nga Kanadaja, Britania, Australia, Brazili dhe Japonia. Ky fluks pasagjerësh konfirmon se Durrësi po forcon pozitat e saj si një prej destinacioneve më tërheqëse të itinerareve mesdhetare për kroqerat ndërkombëtare. Kroqere të tilla për masave, me këtë lloj koeficient luksi që ne dim që një kroqer, domethënë maksimumi i koeficientit luksit është 1.1, kjo është në 1.15. Para sot gjendën në bord rreth 720 pasagjerë të komsive të ndryshme, ndërsa personeli është rreth 620. Pra tregon që është një kroqer e niveleve të larta, një kroqer që siç tha dhe kapiteni, është prodhuar para 2 vjetësh. Kjo është kroqer që vjen për herë të parë në portin e Durrësit. Kompania Regent Seven Seas e ka për të disatën herë, por kjo kësaj radhe ka vendosur të sjellë kroqerën e saj më të re dhe më luksoze në portin e Durrësit.
Pavarësisht stinës, mbërritja e kroqerave në muajin tetor tregon se turizmi në Durrës nuk mbyllet me verën, por po kthehet në një trend të qëndrueshëm gjatë gjithë vitit, duke promovuar Shqipërinë si një destinacion gjithvjetor për vizitorët e huaj. Pas ndalesës në Durrës, Seven Seas do vijojë itinerarin e saj drejt Kotorit në Malin e Zi. Ndiqni pas pak në orën 20 sheshin e dollarit me kolegen Genta Drobra, si dhe klikoni në abcnews.al për çdo informacion të fundit dhe na ndiqni në Radio ABC 105 FM. Bashkëmirupafshim të hënën në orën 19.